Në këtë video do të mësojmë për Smart Object. Në këtë rast e marrë me një katror këtu, e bëj parapërsisht në këtë formë. Shkoj New Layer, pastaj me tastin e djathtë e zgjedh këtu rrethin. Klikoj me Shift, krijoj një proporcionale. Pastaj klikoj të shigjeta edhe klikoj këtu 2 herë dhe ja ndryshoj ngjyrën. Vendosi këtu. Rezultoj me Shift e aprovoj veprimin këtu. U klikoj e marr edhe një katror edhe një herë. Klikoj me Shift. Klikoj OK. Kur të afrohem këtu, shiko kursorë ndryshon formën. Klikoj Shift edhe e rrotulloj 45 shkallë. Klikoj OK. Edhe kësaj ja ndryshoj ngjyrën. Bëj ngjyrën e shamëke ngjyrë dhe vendosi këtu. Tani për momentin janë 3 lajera apo 3 forma. Nëse shkoj këtu me tastin e djathtë, pasi selektova me tastin e djathtë e kemi Convert to Smart Object. Klikoj këtu, shikoni tani këtu bëhen vetëm një layer edhe i ndryshon pak pamjen që të kjo ikona. Tani, këtë u klikoj CTRL-J, shikoni u bë duplikat layeri, u bë kopje. E lëvizi këtu. I selektoj këtu dyja, CTRL-J e vendosi këtu. Nëse dëshiroj ta bëj një ndryshim, për shembull, klikoj të njërin nga këto, s'ka lidhje të cili. Klikoj 2 herë, shikoni hapet një dritare e re. Edhe shfaqen layerat, do të thonë format siç ishin fillimisht. Këtu e bëj një rrotullim të vogël, e aprovoj rrotullimin, e klikoj këtu me ndryshuar ngjyrën, ta lëvizje më poshtë, gjithashtu edhe kësaj na ka ndryshuar ngjyrën. OK. Pastaj te kjo dritarja klikoj X, Yes, shikoni ndryshimi bëhet të gjitha format.